Më duhet ta filloj këtë fjalë për të informuar shqiptarët se nga ky moment e tutje, ajo që deri dje është njohur si skapi i partisë, do të quhet tani e tutje Qendra Kombëtare e Shpifjes dhe Dezinformimit. Ky institucion lëshoi dje mbasdite dhe natën, gjithë natën, në Tiranë se ka pre mandat në arrestit të Tom Doshit dhe se në mëngjes lajmet po nga këto burime aty afër vidhin se Toma është arratisur. Tani imagjinoni ju se si bëjnë hetimet këta. Imagjinoni ju teknikat e tyre të hetimit. Ndaj dhe i ftoj shqiptarët që sa herë të dëgjojnë fjalën SPAK të kujtojnë lidhshëm me të Qendra Kombëtare e Shpifjeve dhe mashtrimeve. Kaq sqarimin. Në faqet të tëra rrjeshtohen e gjithë batërdia zgjedhore, jo në një apo dy rrethe, por në shumicën e qarqeve të Shqipërisë. 33 vite, ky raporti më damkosës i farsës elektorale për farsë elektorale të Edi Ramës. Në një demokraci pluraliste, këto zgjedhje nuk përputhen me standardet ndërkombëtare në parimin më themelor të barazisë. Tjerat pastaj Edi Ramën lexojeni rjesht për rjesht se çfarë ja atribojnë, se si de facto duke atakuar të gjitha qëndrimet e tij e nxjerrin një armik të egër të votës së lirë. Dhe prisni edhe një moment këtu. Asnjëri nuk mund thotë se kam lexuar raportin pa lexuar dhe futnotat. Vëzhguesit ndërkombëtar folën e thanë fjalën e tyre. Është rradha e shqiptarëve të flasin dhe të thonë fjalën e tyre. Është rradha jonë të flasin dhe të thonë fjalën tonë. Të themi fjalën tonë në Tiranë, të themi fjalën tonë në Paris, në Rom, në Vjenë, në Washington, në Berlin dhe në të gjithë botën. Opozita shqiptare duhet ngrihet në protestat më të fuqishme që ka njohur ndonjëherë historia e vendit nga vitet 90, me qëllimin solem dhe sublim votën e lirë për qytetarët shqiptarë.